A e kemi në herë që është më qunë mëngjes edhe më të ndryshu jeta për 100 sekundës. Je mirë, krejt jeni të lumtur, rahat, edhe për një moment e merr një lajm që ta ndryshon krejt trajektorën e jetës. Lajmet mundën me konë të ndryshme, po njëni për lajmeve që lënë shaj mas shumëti është mi thonë dikojna e ki kancer. Se të na, diagnoza e kancerit është e barabartë me vdekjen. Nëse i thu dikujt ki kancer, njerëzit menojnë që domosdoshmërisht ki me dekë se nuk ka pështem. Për me folë në një mënyrë shumë më të detajume, më të personalizume, e kemi sot njënën prej grave më të fuqishme në Kosovë, e cila e ka një karrierë shumë të gatë politike. Po sot nuk e kemi thirrë me folë për politik, nuk e kemi thirrë me na kallëzu eksperiencat e saj që sa vite në politik, po e kemi thirrë si një nanë, si një gru, edhe si një paciente që është diagnostiku dikur me kancer, me na kallëzu eksperiencën e saj. Prandaj çka mëni me prit për këtij epizodi është një seancë psikoterapeutike ku personi që e kom ftu ka me folje, unë e kom e ngu ma shumë. Me mu sot është Mimoza Kusari Lila. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë, Lile, mirë se gjej. Do të thonë, unë e paralajmërova atë audiencën që ka me konë në formë të seancës, kështu që pyetja e parë që na zakonisht ja u bojna personave që i kemi është çu shpënihesh në këto momente. Apo me të vende që ako me pagu mande. Ja, pa. Ai sigurt na. Çako humor. Mirë po ndina, me shumë kënaqësi e kom pranu ftesën. Nuk kom mendu asnjëherë që përvoja ime jo e mirë mundet me qenë ose duhet më u kthyn në komunikim për të me ndihmu ose me ndërgjegjësu, po jeta i ka sfidat e veta dhe u ballafaqova edhe me këtë përvojë. Aktualisht jam në atë fazën ku nuk e ndjej frikën fare, nuk e ndjej frikën prej kancerit është fjala, nuk projektoj të ardhë me të zymt ose diçka të ngjajshme, në të kundërtën. Ti thumë shumë mirë e thënë në fillim, kur e tha që diagnostifikimi me kancer për dikond është lajmi i barabartë me vdekjen, se ashtu edhe perceptohet. Kulturën edhe ashtu shumicën e njerëzve kur i kom komunikuar, kom pa që e kanë ditë të njëjtën. Një numër i familjarëve kanë qajt, kam pas shoqi që kanë fillu me shkullot, do me thonë, adin kështu pa vetë dije, po veç e kanë ato e kanë bu para meje, unë të kundërtën jo mundu më jep kur ajo atyne. Hajtë se mirë, hajtë se në fazë të hershme është. Kur që sështë? E kalujmë edhe këto. Po është interesant se faza e jetës kur jëm diagnostifiku me kancer, o konë në mesin e betejave shumë të egra politike jashtë. Dhe është interesant, truni njeriut edhe vetë ndoshta përvoja e gjatë, në këto më ka bo që me këtë diagnozë të mërendshme, me undi ma e qetë se sa me ato që kanë qenë prej jashtit. Dyqysh e kom pas bindjen që këto muj me e menagju, edhe me kontrolu, por derisa janë gjana jashtë që s'muj me i menagju, se s'janë, do me thonë, ndorë teme, veç muj me i menagju reagimin tem, po jo sjelljen e njerëzve të tjerë. Do me thonë, nëse pe kuptoj qartë, ti ma probleme ki pas situatën jashtë, se sa kur e ke marrë një diagnozë që ka qëtëron edhe kulturalisht, na. Po. Ma shumë që kjetë ka shka këtu da. Po, adim pse që o konë të ndodhë për jashta, jënë konë sulme të asaj natyre, që në një farë forme e kanë synu pashmangshëm eliminimin tim politik. Do me thonë që unë si person me u shkatru politikisht dhe mës me pas më vlerë. E për mu ajo ka qenë vetë jeta jeme, për arsye se në këto 23 vjetë të fundit, unë jam në shërbim publiku. Do me thonë, unë jam ftyrë publike, jam poste publike, të ndryshme, natyrave të ndryshme, e në veçanti në këto 16 vjetë të fundit jam e zgjedhur. Do me thonë, njerëz dalin e më votojnë, si me një farë forme investojnë besimin e të në mu. Edhe për mu, gjithmonë ka qenë kjo besnikria e raportit me qytetarët të cilët të mbështesin shumë nalt. Do thotë, nuk do isha me elon kërkon zhgënjym ose me besu që ajo që ka u prodhojke prej tjerve është personifikimi jemi, se nuk ishte. Do me thonë, nuk do isha me më definu mu diçka e keqe prej tëne për shkak se i kisha kalu edhe kom kalu një jetë të tanë ty investu, do me thonë, në qatë karakter temin që kom dashtë edhe du të tjerë me ditë që ekziston një personalitet që t'ju mundu. E në anën tjetër,
e kom pa që ndoshta ajo është pak e padrejtë edhe ndaj vetes teme. Për shkak se shpeshherë njerëzit kur kanë sfida të tilla, do të thonë janë smut ose s'ndihen mirë e kështu, veçanti te gratë në shoqëni, ti tash profesionalisht merret me këtë punë dhe mundesh me ditë kulturalisht që gratë gjithmonë ndihen më shumë faj për gjanat që ju ndodhin. Vërtet. Edhe ndihen më shumë përgjegjëse për gjithë tjerë përveç vetes. Është kultura perëndimore më shumë që e çet njeriu veten e vet në rend të parë mandej të tjerat. Te na ende nuk kam ri. Unë kom mbet në çamet midis gjeneratave, domethënë në disa vlera njerëzore të nanes që më mësu gjithë më kujdes për tjerë, më kujdes për fëmijët, më kujdes për burrin, më kujdes për familjen e burrit ose të veten, e kështu me radhë, edhe mandej në fund dikur për veten. E unë kom mbet me disa prej që aty në parimeve ose vlerave, edhe më shku në do tjera që dush më kujdes edhe për veten, edhe tash në mes aty që ai balancë pisho që ka ndiku, definitivisht. Jo me lumtun që te gjeneratat e reja pisho që të ndryshu, dikush mundet me thonë që po bohen ma vetjake, unë po mendoj që është ma mirë. Jo që po bohen ma vetjake, po që po vin vetën në rend parë dhe mandej të tjerë, po duhet me ju zhvillu pak empati. Tash ti pyetje për veten, unë prapë po foli për të tjerë, e kupton? Ai ka shumë defekti. Kjo ka pyetja. Do thonë, po kthehemi prapë se unë prapë profesionalisht, do të thonë duhet më kthy ka kjo pjesa përjetimit tonë emocionale. Hajtë po i mshelim sytë për një moment. Edhe po kthehemi në kohë. Ja, s'moj, do na më konë kontrol. Që kjo është S'di çka bonaj aty e kjo këtu. Për një moment po kthehemi në kohë. Edhe po kthehemi ti çajo ditë kur ti e ke marrë çat lajm që për shumicën e njerëzve e kish ndryshuar trajektorën e jetës tyne. Çato momente, çka keni? Qa u konë mendim, nëse e kështë përshkru si kujtim, si fotografi, qa më kisha thonë? Qa mon men prej qasaj? Qa ke pas vesh, shukon ambjente? Krejt e di. 2 ditë janë ato, nuk janë një. Dita e parë është dita kërë më shku mu kontrolu, edhe kur radiologja ka thonë që po dyshon në diçka, po në cilin do rast është në fazë shumë të hershme, se është një masë e vogël, që ka matë 1 centimetër, tha unë e kisha bu biopsin, ajo më tha mu. Edhe që aty e kom bu biopsin në vend, pa lëviz, kom dash mu ngritu në po mendoj që biopsia bëhet diku tjetër, ajo më tha jo, këtu pi bojmë. Po që ka ndodhë, që thash ato me ambientin e jashtëm, ty hi te radiologja, ty hi në SHSKUK, bukfalisht, e kom marrë një mesazh prej një bashkëpunëtori që më thot, mi mos aqtojën do mesazhe që kanë mi publiku sot për ty. Do me thonë, kështu në kuptimin e komunikimeve që mundoshin ata me i qitë, dhe adin që ta dish, kështu mu prej adit, për një thash okej, edhe i këshyra, edhe i pash që ka ndërhyrje, do me thonë që nuk janë autentike, po thash, po të lajmërona mandej se jam vesh të hi një kontrol, nuk të mendu kontrol rutinore. Do me thonë, me qatë mendim jem hi në kontrol, edhe kur jem hi, aty të radiologa e filloj me më thonë, e tha, po dyshoj qëto, edhe me nduvaj. Tash edhe që kja, adin kështu me vetën tanë. Po të në thash, hajtë se këto... Këto e kaloj për qa me bojarë. Edhe, aja tha, pi bojmë biopsin, unë po du më ngrit, ajo e këtu pi bojmë. E di qa kom pas vesh, kom pas një par kostime në gjyrë hirit mbyll, nuk i kom vesh mo. Po mendoj, i kom asi pos... Një farë stresi post-traumatik e lidhë me traumë. Edhe hirit mbyll, jo që si hiri. Tha, jo që pi bojmë këto, edhe kanë zinë një gjithpon gjatë, kush ka bu biopsi e dhe që ka më ka flas, ta bën një farë vizatime, në pjesën e majtë të gjinit, edhe e fut gjithponën për minzirat të masën, edhe bone mandej më fashaj, edhe unë ngrita unë e dola, edhe po shkoj, është në veturë o kontin prit buri, Arbeni, edhe a i pëtha, adin u vanove, po mendon që kështu veç kontrol, tha pa të lovi, tha shjo bona biopsi, kush zare reagimin qka, a në kështu biopsi, pse biopsi, tha është po qështu po dyshon radiologja, ndoshta, hajtë se ndështë aso kur gjoha, hajtë kështu, thash përbes, unë e që pash ftyrën, mundet më konë diçka, po në regull. Edhe kom vazhdu. Ditën vjemi kom pas përplasje për qatë material që thash që dëshin me publiku, që e publikune, që e gjeta me ndërhyri, shkon intervista në alte poshtë, do më thonë qatë të ditë, edhe ditën kur më ka ardhur rezultati, kom qenë në konferencë dhe aty e di që kom pas vishën. Kjo përna interesant, qatë ditë për shkruna, qa ka ndodhë? Atë ditë të konë ora 2, nëse s'ka bërë, ditën e kom pas të qetë, normale, nëntor, para një viti, për afërsisht kësi kohë, edhe
unë isha para se me hym panel, edhe unë isha ngrit në kom, po takona me njerëzit, po du me shku te paneli, për me dal, do me thonë aty për para audiencës, ishim 4 vetë në panel, me folë për politikat e energjisë, edhe më thirë radiologja dhe më thëtë, o ardhë rezultati, edhe që ashtu që shkom dyshu ka dalë, është kancer. Thashune, okej, thash, veqem pak e zanë me, a muj me të lemru, a mundë me më dëgju ma vonë, edhe jem shkuj o muj, edhe kom vazhdu kom folë 1 orë, për politikat e energjisë, e më kujtohet rago, isha, në kështu në kuptimin e komunikimit jam kon shumë e qetë, nuk kom pas kështu debatash për a diçka, ka pas mendime ndryshme. Edhe kur o krejt jam përshëndet me krejt, edhe kom shkru. Mi doktoresh, veç a mundesh tash me më kallëzu, a ke Benina Malin? Ajo tha jo mimoza o Malin, veç është në fazë të hershme edhe kur dush. E operojnë. Jo, takohemi për mi caktu, se unë mendojsha mi bo edhe në klinikën, do me thonë, kirurgjike, torakale, në fakt, kirurgjin torakale, në SHSKUK, edhe u duke mi caktu. Do me thonë, kish një farë radhe atje, që mi diskutu ma ndej opcionet. E tash e kam një pyetje që to. Do me thonë, ti tha që je kun në konferencë të shku. Do me thonë, je kun të dalë me folë në Prishtinë, edhe qasi momenti, do është e zashtë edhe pse ti e ki një eksperiencë shumë të gjatë, do me thonë, 20 vite gati tu dalë në për media, a di më të thonë e ki një grip, ose e ki një infekcion thjesht që trajtohet me antibiotik, a një të kap një farankë, jo se më të thonë, ki kancer, jem të dalë. A menon që fakti që jem mësuar është mi majtë në veti për një periudhë shumë të gatë kohore senet, maje, se në publik jeni ftyrë që gjithmonë të shmekon e guximshme që dalë ballafaqohet, kanë diku në një farforme në shëndetin tanë. Po, absolutisht, unë mendoj që kjo daton prej kohës kur jena ballafaqu me krizën e para luftës, luftën edhe mbas luftën. Ku e vetmja formë për me mbijetu ka qenë ballafaqimi dhe marrja me guxim, edhe ku vdekja akon veç një hap ma larg. Do me thonë, na tash nuk e dim kur kush çka ka me qenë e fundit për ne, po prap në rrethana që jetojmë ose në, do me thonë, vende ku s'ka konflikt ose luftë ose ku nuk ka, adin të lashet natyra, adin siguria është në e kërcnuar diçka të tillë, prap e ki, do me thonë, një pritje të zakonshme ditës kur zgjohesh me probleme ditore. Po atëherë nuk ka qenë ashtu, atëherë ka qenë ballafaqime ma të keqen çdo ditë. Edhe unë mendoj që prej atëhershit është gravu, edhe besoj që e kemi tëm qytetarët të Kosovës që kanë përjetu luftën PTSD-n të patrajtume. Domethënë pjesë e smundjeve, qofshin kronike, qofshin malinjoze, ose të tjera, unë mendoj që datojnë edhe prej asaj kohe. Jo veç për faktorëve të jashtëm, se njerëzit e kanë kështu e thjeshtojnë, jo uraniumi i varfërume, jo bombardimet, unë mendoj që është dhe ballafaqimi me vdekjen në baza ditore. Ballafaqimi me humbjen e njerëzve të afërt në baza ditore. Kjo shkakton, domethënë, shtresim të pa vetëdijshëm të dhimbjes, e cila gjen mandej mënyrën për me dalë. Normal, dikatuhet me dalë. Mush përfaq. Tash po më intereson, thanë konferencë, kryve, more lajme, një tha doktoreshës, masi që dole për aty, kush u kun personi i parë që e ke thirrë? Mbasi që më dalë për aty, kom shku në shtëpi, mbas ditja ka qenë, kom shku në banesë, edhe i kom tregu Arbenit që ardhë rezultati, edhe është tillë, edhe nuk kom folë me tjertë. E di që dikur ma vonë, kom bisedu me motrat, jemi në grup, kështu, unë edhe 2 motrat e mia, edhe jemi dëgju bashkë, e kemi folë për sende, si me thonë, 15 minuta për kështu të ndryshme, edhe në fund ju kom thonë, po një me ka ardhë rezultati, ato, ani, kështu, atë të mendu që dhe me kune e qetë, edhe është mirë, thashun e kom kancer, edhe kom dëgju heshtje, qysh, e ti dhe ishtë tash po folës më na tregona, thash paj, po, pritke, po, dyqysh, s'po di, ajo ndjenja adin që çka duna me bo tash, edhe është edhe një sen tjetër kur të mësohesh, me qenë gjithmonë në kontrollë dhe me qenë përgjithse për kontrollën e tjerëve, ose për qetësinë e tjerëve, nuk e di, haron me qenë vetja, haron me qitë emocionet tuja. Edhe në ato momente që edhe e mbajnë mend shumë pak kom pas momente dobësisë ose të krizës. Vetëm send, kur jam ndje lëndushme, ka qenë kur kom mendu për prind, për nanën dhe për babin, 2 janë gjallë, fatmirësisht,
edhe për fëmijët, për djalin që e kom në Amerikë. Do me thonë, djali në Amerikë e djali këtu dhe kom thonë, qysh është mënyra ma e mirë me ju tregu. Adin të dy parve, që sa i vis gjakut. Do me thonë, adin vis që lind, ata ma kanë dhënë jetën, këtu në ju kom dhënë jetën, do me thonë që aty e kom ndi emocionin ma të fort në raport me potencialisht humbjen teme. Të tjerat mu kanë duk dyqysh e kom mendu vetën shumë letë zavendësueshme. Po në anën tjetër është edhe një ndjenë që ballafaqimi me një lajm që potencialisht ta sjell vdekjen, të bën me vlerësu jetën ma shumë. Do me thonë, mandej në sendet e vogla që të bojnë me undi që se cila ditë është e vlefshme me jetu. A disa lete i hupim në ditën. Zgjohesh me mëngjes, ditë pa lidhje, s'po mbot kur gjo, ose nuk priton për me ja problematizu vetit ose me ja rëndu. Adin ty hinë ciklin e narracionit negativ. Tash nuk e bëj ato, interesant është që e ndjej që në secilin ditë, në secilin moment ki diçka për çkafit më gëzu ose me qenë e falenderueshme. E tha që, dhe me thonë se problematika është që kjo, ka njëherë nashta edhe për shkak të përvojës tonë edhe punës edhe presionit që e ki vazhdimisht, për një me jemësume, mësë më kujdes për vetën shumë se harrën se gjithmonë ki diçka më marë. Po kur fillon me ekshtyr jetën pi këndvështrimit të tjerëve, tani fillon me pa që për një me unë e muj me kone zëvendësueshme për politikën, për punën, për partinë, për profesionin, për gjithë qka, po për djalin tem unë jam vish nana atina, ai nuk ka nan tjetër. Për printe mi unë jam qika atyne. E do me thonë, reagimi tyne, kur mas pari qysh e ki marrë kurajon, se tash one po të rënqet nga ka po kalëzën dhe. Në dhënë qysh, ku i ke gjetë fjallë? Po tash djalin në Amerikë, a i ka në studime dhe a i vetëm, do më thonë, normal, nuk ka pas përveç shoqënisë që e ka, a i ka qenë mujtë të torën e kom pas caktu me një udhëtim në Amerikë, cilin kom mendu mi anullu. Mas diagnostifikimit, që të isha po mirë me, do më thonë, me operacion, me caktimin e këto. Po ma nde e mendova 2 herë, në kisha me shku në Washington, djali është në Pittsburgh, tash jo po shkoj, po marrë pjesë, ka qenë takimet e bankës botërore, takimet vjeshtore të bankës botërore, që marrin pjesë na përfaqësues të komisionit, unë kom qenë komisionin për ekonomi, edhe pithëm djalit le të vjen për vikend, do me thonë se ishin 4 ditë, 2 ditë e fundit, premte shtunde nëse s'gaboj. Edhe i thash Odrit, a mundesh më ardhë në vikend në Washington, po vim për kështu, pa i tregu për diagnoze këto, erdhë. Atëhere ju mundu mi gjetë një moment ku nuk kom dasht vetë me u thy, edhe kom gjetë momentin jashtë kër i nakon. Më thonë kemi dalë me vrapu, se edhe a i vrapan, edhe unë e vrapoj, edhe fatmirësisht, më thonë i kanë marrë vetit sportive, edhe kemi qenë goti ka fundi, kur i kom thonë, mami veç të harova me të kalëzu diqka, a i po qka, edhe nështu se... Se ka prit. Këtë të thjesht, normal, thash jem diagnostifiku me kancer, veç është shumë heret, në fazë të hershme. Edhe ajo ndalë, edhe unë po vazhdoj me vrapua, i tha, mam, ndalu, qysh, qka më the? Qysh, kancer, pse, ti je mirë, unë po të shot ti je mirë. Thash, mirë jo mam, po është qas heret, sa që adin kaljan edhe kjo. Edhe mandej, kemi vazhdu, jemi shku, do më thënë jemi pastru, kemi dalë me hongër, edhe mandej më ka të regu, tha, mamna e na dalë me hongër, tha, ti u silë që normal, unë e kitë kohën me në tësha, që ka më kalëzoj, atin qysh është e mundun. Dvoglit, që është këto, e doni, që tash është në klasë 9, ka qenë në klasë 8, i kom të regu kështu si thjesht, po kur e më konë në disponim të mirë. Edhe te aj kom pas ma shumë vetë kontrol, se ma i vogël, edhe pse në shpe, andin është me ne. Edhe taj e kom pa që veç bajnë me në veç një pyetje ma ka bo. A është life threatening? Në gjua angleze më ka pyet. Tash, jo Ata mam. rrezikon jetën. Po, ata rrezikon jetën. Jo, tash, që ke qa komone, jo. A je sigurt? E veç më ka përqaf, mi ka qitë durt në qaf edhe më ka përqaf. E prindve ju kom të regu mbasi e kom kry operacionin. Dhe atëherë se kanë. Jo. So e vështirë u konë për ty me majtë sekret. Nuk ka qenë gjatë, ata e në mosh ma të shtyme. Babi është 75, nana është 78, kështu që adin edhe s'kom dasht me ju ngarku ditën, s'kom dasht me ju të regu që po shkoj me hinë operacion. Adin krejt këto të asociume me friken ose për rrezikun që e humbin vajzen. Kur e kom kry operacionin, kur jom konë mirë krejt, i kom të regu që jom bo operacion, jom shku në Gjakov, në fakt,
edhe mami nuk besoj ke. Thoj ke le mos bëj hajgare. Unë thësha po jam bë operacion, a do më ta tregu varrin, nuk du mi pa. Thësha do ta tregoj varrin se mban mend. Jo, thoj ke. E kam pas plagën e vogël, domethënë mas operimit se thash nuk ka qenë premja e madhe, ka qenë kështu sa dihershëm, edhe për te asaj kështu janë okej, po është edhe mënyra që më shohin. Tash, me qenë fëmija që ankohet ose thehet vetë ose s'ndihet mirë, prindë të ndinë ma shumë. Unë e mundu që me sjelljen time me ju letu atyne e para. E dyta, jam ndi që në momentin kur unë e baj këto si diçka që është çështje që duna mu ballafaqu, po me pozitivitet, jo me negativitet, ka mundi ma mirë dhe ashtu më ka dalë. Disa letë ka qenë me hyrën në spiralën e fajsimeve, reflektimit negativ për veten, qa kom bo dhe i qtash, që u diagnostifikova, që kështu që. Qysh e ke majtë qëtë mentalitet? Se që kjo ka studime që deklarojnë që personat masi që diagnostikohen me një smundje të rëndë, maligje, ekskluzivisht, që është kanceri, me thonë, shumë ma shumë e përshpejton procesin e smundjes e besa me thonë edhe të vdekjes shëndeti tyne mendor, se hupin interesin për me u marrë me përditshmërinë, me shku në punë, nuk bojnë kur gjo. Ti që shë menagjove që ta? Nuk e di, po thëmë, ndodhë që për shkak se qenujt e fort o konë zgjidhja e vetme që kom mujt me qëndru, ose që karakteri jem është formësu në si mënyre që, të më thonë, betejat me pas përveç karakter të ballafaqimit me, si më thonë, po thëmë hipotetikisht kundërshtartë, në anën tjetër, edhe me e jetu jetën. Nuk kom dash mu me më definu as mundja, nuk du me më definu as mendimi tjerve, du me më definu mënyra e jetës dhe veprimet e mia. Do më thonë, këto e kom pas edhe kjo tash më vjen natyrshëm. Une nuk kërkoj prej dikuj çka nuk e bëj vetë, thjesht. Do më thonë, nuk kom pritjet prej tjerve çka nuk kisha mendu që moj mi bo vetë, ose çka nuk e mendoj që është e mirë. Krejt qëtë periudh e kom këthy, e kjo e kom vrejt edhe në kulturën e përgjithshme, e vrejt, për shembull, prej kuvi, prej Gjakovës, që mbi jetesa edhe ballafaqimi me vështirësit, ta kthe nëse ta zhvillon sensin e humorit. Unë ja kom nis me bo hajkare me kancerin. Njerëz që më urojshin e që i kom pas do bashkëpunëtore, do kundërshtar, ishin kështu, do më thonë, tregojshin empati. Unë ju thejsha, pa merak se kancerin e kom regjistru shoqënia aksionare, ju daj aksionet, se ton keni ka pak aksionin qëtë kancer. Dhe më dhore kom qitë në qëtë farë formati, i cili ma ndej, me të vërtet më ka ndimu mu kjo, dhe kjo ka qenë me njerë ditën e dytë. Pësë jam dalë prej nesërmi në operacionit, jam dalë prej spitalit, mbajnë mend të thiri Ministri Shëndetësisë Arben Vitia në telefon, po thotë, qëshia je mirë sot, tha, deshta marrë me të vizitu, thash ti, hajde dhe shune dola, qysh, dhe po më pyet qa po ban, thash që jem të qitë pak make-up, bashkë të ka qenë. Qka? Thash, po dhe jem të bogati me dalë për spitalit, se jem të shku. Thash, po jem besu që për ta ndizonin, që qka që forte, anin me qka që optimizëm. Momentin kër e kom kry operacionin, dyqysh jam përshëndet, kom thonë, kry kanceri, shkaj. Qasi, nuk e di, qasi force, qasi energjie më ka arë që mentalitetin shumë të fort. Po tashti, me thonë që nuk e ke pas edhe ti në i fast të dopsis, a ka pas një moment ku ti ke thonë, pse bre bash mu? Ose një natë kur ja kom vetë? Jo, a din që kur e kom mendu, kom thonë, për një me, jënë konë do kështu angazhime, përvoje fështire, krejt, adin kështu njëtën publike, po kom thonë, okej, adhe që kjo ka qmimi, që shtu e kom marrë, dyqysh e kom marrë shumë kollajshëm. Tregova, vetëm në moment emocional, e kom pas kur i kom mendu fëmijët e mi. S'mujsha, dyqysh thjesht mu doke që është o zot, adin, a është ndonjë ditë që po ma marrim për kohës me ta. Që ajo konë, pse ekziston edhe ajo pak ndjenja fajtë, unë se gjatë gjithë jetës teme, karierës teme, qoftë në jetën publike, qoftë me angazhimin profesional,
unë e kom kriju familjen, i kom lind fëmijët, i kom qenë aktive, i kom marrë me veti. Krejt njerëz që më njohin ma gjatë, mi din moshat e fëmijëve. Që ky i vogli që e merr shampun, që ky beba që ke udhëtu me ta. Do të thonë, e kanë ai që e merrshit në bjesh kur keni dalë. Do të thonë, e din që krejt kohën kemi qenë lëvizje dhe dinamik. Edhe ajo më ka karakterizu. Ndoshta është forma e mënyra jetës. Çka kisha dashur, ndoshta me e përcjell si mesazh, besoj që të qenit dinamik ose dinamiken që të procese dhe shikimin për te problemit momental më kanë ndihmu gjatë gjithë kohës. Më thënë, gjithë e kom pas një stad tjetër ku edhe sot nëse jena në probleme ose kena krizë momentale kështu, unë e këshyri të ardhmen që e projektoj me një pozitivitet. Do të thonë, nuk e ngarkoj me shiqu me ersu pamjen për të ardhmen, po e shiqoj me pozitive. Edhe mendoj që kjo ishtë dash paka shumë mu inkuraju si forme mendimi. Nuk është e letë, jo gjithë njerëz të mujnë me qenë pozitive dhe mi te i kalu, do njerëz graviteti i betejave të një ngre të poshtë ma shumë, jem e vetëdijshme, i shoh në familje, i shoh në rreth në shoqëni, po është mirë me ju tregu që there's always tomorrow, gjithmonë ekziston e nesërmja. E tash do me thonë, tash në këtë fazë, operacionin e ke pas vitin e kalum, po na e dina që smundjet malinje kanë tendencë, do me thonë, me u rikthy në disa raste me u përkecu, po në disa raste edhe me shku shumë mirë. Në këto momente që jena këtu folë, a e kina i dosë të ankthit? A një është sikur, ku që ka nëse më kthehet? Se për shembull çka e kom vrejt edhe prej praktikës klinike, është njerëzit, mas nej edhe një profesor i jam i bëj kallgaret i ke shumicën e njerëzve nuk është që i myt kanceri, i myt tuta. Tani janë nis do me thonë më tut çaq shumë sa që gjithçka të lidhet me ta. Plus është një fakt interesant që rrjetet sociale do me thonë për shkak të searchit që e bën ti çka lypti aty fillojnë si për fat keq, më t'i qitë krejt që ato që lidhen me kancer. Do me thonë, unë edhe kur kërkojsha me mësu për provimin të kalumen, lëpsha diçka, veçma që t'ke trajto kancerin e gjirit, trajto këtë kancer në këtë trajti anis me menu thua ku atë, në qëri shajat. A din që nuk lexoj për çdo ditë për kancer. As nuk kom lexu në fillim, kom lexu para operacionit, kom lexu për terapi, kom lexu për ushqime, formate, mënyrate, do me thonë rekomandimeve që ka janë për formën e jetës e kështu, për mënyrën që shme praktikat, ushtrimet e këtu, edhe qa që më kam jaftu, unë nuk vazhdoj me qenë e preokupume me kancerin. Që ato nuk e di pse, po që thjesht, ndoshta se ndina mirë, e para edhe e dyta, kom pas momente për shembull kur të dhem diku ku e ndi vetën jo mirë, për shembull kom pas probleme se kanceri i gjinit, sistemi reprodhues në shëndetin e grus është i lidhën. Lidhet edhe me vezoret, lidhet edhe, do me thonë, dosh me pas kontrolin edhe të gjirit, edhe të vezoreve, vazhdimisht në mënyrë që me u përcjell. E tash terapia ka pas një side effect, që mu më boni diçka do probleme tjera ansore, që rekomandojnë ndoshta edhe një intervenim tjetër e kështu, po e pata një besim të pathyeshëm që mundem mu te i kalu, edhe i kom te i kalu pa operim. A frigona që kthehet, nuk e kom qatë bindje. Një vjet e kom kalu, do të thonë me këtë analizat që i kom bo viti parë ka shku, që po i thomën e një shkoj edhe 4 kanë met, dhe dyqysh po më pëlqen me jetu me që të ndjenjë të një farafateve, se po thonë e lidhi, po lidhe si me mandat, puna mandatit, 4 vjet i ki, hajtë që ka mundesh me bo brenda qësaj periudhe kohore. Po jo, nuk kom frikë. Nuk kom frikë për arsye se jo, është edhe një sen tjetër. Besoj që për kundrit krejt çka e ka karakterizu jetën teme kom bo makmirën e mundshme. Dyqysh nuk kisha, e kom vrejt vetën në një moment jam dal, nuk kisha pendesa. As nuk qysha me mlef asureti, une nuk mbaj mërim në njerëz. Për ndryshe njerëz që në mundu me mlendu, ose kam, do me thonë, adin dijen, kanë luftu politikisht, ose me propaganda, kështu, po unë nuk preokupoj kokën teme me personalitetet e tyne. Vetëm i njëroj. Do me thonë, kom një farë, mundona me majtë një higienë mendore. Shumë e rëndësishme. Nëse unë kisha hyrë vorbull në të keqes edhe të mendimit, ose zotrunat hakmarjes, a dhe në kështu në kuptimin që me bo kesh. Jo, unë nuk jam besimtare, po jam besoj në drejtësinë universale. Nuk e di, ka një herë e di që karma e bën të vetën, edhe kështu veç e lo, edhe nuk
nuk angazhona me qu të keqe diku. Thjesht. Ne përdu se na do me thonë faleminderit tash edhe kur të pata ftu, ku një ideja për me tregu historinë tënde, që ashtu qysh nuk e ke tregu kërkon. Po aso në historinë tem nuk e kum tregu kërkon, do me thonë arsyeja pse ta bona këtë pyetjen e fundit është shumë emocionale edhe për mu. Për shkak se këtë njerëzit, do me thonë edhe kolegët dhe doktorat ma bëshin të njëjtën pyetje, po pse nise këtë platformë për ti doktor i ri, hajtë që meru me specializim. Edhe unë e kom pas një ngjarje, do me thonë, jo të përafërt, po e kom pas një ngjarje këqa të vështirë në jetë para një 4-5 vjetë, kur më pat vdek babi, do me thonë në dur. Edhe u patkom për mu si fëmi, si një 20 vjeçar, do me thonë është hera e parë që po e thëmë se kom thonë më herët, u ko një emocion që s'muj me përshu se edhe tash jom të e ndje. Po, do me thonë, në qato momente nuk u konë ma e vështirë fakti që a i ka dek, po fakti që nuk kesha me kënë me folj. Fakti që s'kesha me kënë me diskutu. Fakti që nëse e diskutejsha me dikën, u të qa nëse përëndaj, e nëse e rëndaj, dyqysh unë isha mësu me kom pikrish qaj që e the. Aj që gjithmoni trajton tjertë, po nuk i nevoj me trajtu dikosh, ose me të një mu dikosh. Edhe që ka ndodhi është që vazhdova me majnë vete, mas ne ju deshke me konaj që ju një mëj ke krejtve, nanës, motrës, kujdesu për gjithë qka. Edhe tani mriva me një pikë ku e pash që stresi u bo qaqi madhë, sa që ma penalizoj ke jetën, ma përkecoj ke jetën. Edhe fillova me thonë, edhe në qysh, njerëzit për një me, e kanë nevoj me pas një vend ku mundën me folë, pa u tut, me u shprej, pa u gjyku. Na jetojna me një vend shumë të vogël, po për një me urrejtja është të mërshme. Toksiciteti është i frekshëm. Mënyra qysh na bombardomi me informacione, është, do me thonë, është e frekshme që atë sa ka fillu mu normalizu. Une kër e pata njësë që ta, edhe kër më ke thonë po për intervist, ju më gëzu shumë, se këmë thonë, nëse vjen një person i tillë edhe e tregon historinë e vet, patut, kjo kom ju një mu shumë njerëzve të tjerë, me e shprej ato që e ndjenë, ato që e menojnë, ato në cilën janë të kalu. Se ka njëherë, fjalla, dhe me thonë, mjekimi ma i mirë është fjalla. Dhe me thonë, tash para mena, ti e ku në një situatë këgja të vështirë, kur ta kanë dhonë lajmin për kancer. Po para mena me ta pas bu doktoresha, ki kancer ki me dek. Ty ma për para të kish mytë fjalla e saj se s'mundja. Po, dhe me thonë, ajo ta ka bo, okej, është në fast hershme, mujna me intervenu. E mu, fatkeqësisht nuk ma kam bo që ashtu. Dhe me thonë, nuk e harroj kur momentin kur më patë të tregu, për babi nuk konë, pas ka dek, doktori. Dhe me thonë, reagimi nuk konë, pas ka dek. Edhe unë si një 20 vjeqar, fëmijë më konë vetë, u konë ora 1 e natës. Dhe me thonë, në spital jemi konë. Edhe për një moment që aty e kom një vetmin, sikur qysh nuk e kom një kur. Që aty kom fillu me menu për vdekjen si proces. Edhe kom thonë, okej, nëse one e te i kalova, nuk meni që është e drejtë që me te i kalup dikush tjetër, le te ke njerëzit një vend ku e përkrahin një një tjetër, një ndajnë historit. Pra ndaj pikresht që kjo u konë edhe qëllimi që të kena thirë. Faleminderit shumë. Nuk e kemi në kulturë me folë për dobësit, që ajo është shumë evidente, dhe e ushqemi një farë kulture, e kjo vjen edhe prej traditës, prej maskulinitetit që ka dominu, që me thonë është dobësi me folë djali ose burri për të humbjet e veta, e në atë proces janë edhe gratë, ose duhet me vajtu ose mu ankun ato rrethe ku së ndihen për tjertë. Ato e thash ma herët që jemi në një farë midisi tranzicioni edhe në këtë aspektin sociokulturor, ku jena t'ju kthy vetes gradualisht, po tash është ajo gjenerata jeme që ma e vjetër se ti, që e ka atë bagazhin edhe të kalumës, që e përmenda që lufta pashmangshëm na ka definu neve, na ka kalon vrag që janë të pakapërcyeshme, ndoshta ose që kanë me përfundu me ne, po që duhet me gjetë format me inkuraju tjerë, që nëse unë e kom hek, edhe unë e kom vujt, edhe s'kom pas mirë kuptim, ose kom pas beteja shumë të forta, nuk duhet që ato mi përcil të një vajzë re, ose një djali ri, që me thonë, a din që kom hek une, kolla e kiti, e kundër taj qasaj. Duhet me thonë, odin, vazhdo edhe qka une muj me të ndimu, qka i shkon tranzicioni, ose procesi normal. E fatkeqësisht të të na, për shkak të pendesave që njerëzit i kanë për jetën e pajetume, i shohin mandej të tjerët prit, qoftë me xhelozi, ose mundohen që nëse aty në dikush ju ka randu jetën, këta tash mu bo që ata që ja randojnë jetën dikuj tjetër.
E qashtu vetëm po e bartim traumën edhe nuk po i ndihmojmë zhvillimit të shoqënisë. Edhe është e pandalshme, domethënë ka mu zhvillu pozitivisht. Unë jam optimiste për vendin tonë. Nuk e di ti, po them prap, e mishrimi i jetës teme, i të qenërit tonë, është me shërbimin për, domethënë, shërbimin për publikun, shërbimin për tjerë, në kuptimin e që nëse e shoni sukses temin, e shoni se lidhet aja me një angazhim që ma shumë vetë përfitojnë, jo une për veti. Jem su. Qëto, po dhe është bu natyre jemja, po në qëto une shoh për kundrejt krejt toksisitetit e gjithave, nismat si jotja, iniciativat, nismat tjera ndërmarrësisë, iniciativat e trive, në formën e komunikimit, sukseset që i kanë mrenda dhe jashtë, më japin shpresë. Na jena shumë ma përpara se që kena mujtë me imaginu, para ndoshta një dekade, po duhet mu përcjellën se cilën pore tjetës. Jo me mbet veç në aspektin material, se fatkeqësisht ajo po e dominon, po me mbet edhe në ato shpirtëror, mandej ngritjes vetdijes, të përgjithësisë që kena për tjetrin, e për natyrën mbi gjitha, që është e pa. Do me thonë, nuk kisha mujt me shpjegu ma mirë se sa që e shpjegove te, prandaj edhe për shkak që je mysafirja jone parë që është tu e tregu historinë e vetë, kështu pa filtra emocionale, na jemi konë të menu për një periudhë shumë të gatë, që ka mujna me bo, jo një dhurat, po një simbolik që e simbolizën një gru, jo profesionalisht, një nanë, se me konë nanën e menoj që është profesioni ma i vështirë që mund është me bo. Me konë nanë, nën kuptan me konë edhe grua, edhe profesioniste, edhe kuzhinjere, me konë gjithë qka. Do me thonë... Fatkeqësisht. Ti shpjegove... Për kulturën tanë, po. Ti shpjegove shumë mirë. Do me thonë edhe në momentet ma kritike të jetës tonde, ti si nanë nuk e menu o kuku po desone, po o kuku që ka bojnë fëmija e mi e printe mi pa mu. Jo pa mu, qëfar dhimë të ju shkaktaj. Se pa mu e bojnë gjithë. Po pikërisht do me thonë, e ki idejnë e sakrificës. Gratë të na e kanë të ngulitur në kokë idejnë e sakrificës. Edhe ato mendojnë që egzistojnë, veç kur sakrifikojnë diçka. Për ndyshe nëse s'jetu sakrifikojnë. Ja vlejnë, veç kur janë ty hetë diçka, ose kur ty vujtë për diçka. Prandaj, na e kemi një shok që është artist, edhe ajo është shumë artist i mirë, ka dash me ta bu një dhurat të personalizu me ty. Ideja do me thonë nuk konë që me paraqit një gru në formën reale që është ajo, që është një angel. Do me thonë një gru që është shumë e fuqishme, po që meritat e saj janë ngjullore, janë hynore. Kështu që kisha dashur më ma pru dikush që piktur, tash nuk për di është marë po besaj, po e kthej pak ka kamera. Është që kja. Po një më gjallë. Që kja është për ty. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit Lirin. Shpresoj që... Shumë e bukur. Tash unë nuk kom vajzë, me pas vajzë e kësha në gjithë emrin e... Kisha thonë, kjo po ma personifikon vajzën edhe pse... Po thamë jo mundu, faleminderit shumë. Shpresoj që ashtu të pëlqy. Po shumë. Edhe formën unike. Trombollak nuk e kom pa shpesh. Pikturën e falenderon shokun shumë, me të falenderoj edhe në ty. Faleminderit shumë. Edhe për këtë seancë, mësë më li parë, se s'kepi. Për boja më kam su që qakovarë. Si qakovarë të po bëj hajgare. Edhe që e pata një kohë shumë të mirë e të kanë shumë me ty. E po besoj, e shpresoj që kom ju ndimu. Kujdo që po kalon në një moment vështirë, me besu që edhe nesër mja vjen edhe ka më konë ma mirë se sot. Edhe na të falenderojmë shumë që ke ardhë. Faleminderit. Por rinë kom për mi promovu pikturën. Faleminderit. Nëse do të mundesh me lënë se kisha dashur edhe pyetjen e fundit. Po pa problem. Ku të dush s'ka ti. Edhe pyetja krejt e fundit është njerëzit të njohin për çatjetën glamuroze që na pretendojnë që e bojnë për njerëzit të profesionit tanë, politikanë, gjithë shka që shohim, kamerat, dritat, ideja e pushtetit, njerëzit zakonisht i mashtrën. Po prapa që ati petkut të pushtetit, që të mund fshihet një person i bresht që ku shkon në fund në shpe, prap nëse mërzitesh, ki me kajt si korone, ki me hangër si korone, ki mu mërzit si korone. Cili shkon mesazhi jot përfundimtar për krejt ata që mundën me konë të kalu diçka sikur te edhe që nuk kanë guxim në shtami kallëzu dikuj, nuk din çysh më apo. Si pare punës, na nuk kemi jetë
qenë glamuroze, larg prej glamurit, domethënë kur gjë s'ka glamuroze me qatë punë ose angazhim tonin. Ndoshta mundet mu duk për shkak se, si e the, jena para kamerave, jena në hapësina cilat tjerë t'i shohin vetëm televizion, kuvendi ose qeveria ose ngjarjet zyrtare. Po e vërtetë secili i ka dobësitë, problemet, ngarkesat e veta i bën me veti. Njerëz të cilët janë t'y kalu nëpër ndonjë fazë, qoftë smundjes, qoftë depresion, ju inkurajoj që me bisedu me të tjerë. Nuk e kom vrejt edhe një gjatë që kur e kom bo smundjen publike, njerëz kanë thonë, çush e boni publike. Unë nuk e kom pas frikën e mendimeve negative tjerëve. Unë e kom pas dëshirën e përcimit mesazhit edhe vetëdijësimit për tjerë. Domethënë mu m'ka drejtu e m'ka udhëheq qëllimi mirë, jo frika prej të keqes. Edhe ata njerëz që frikohen ose nuk flasin për problemet, unë inkurajoj me fol, qoftë me profesionist, qoftë me familjar. Fatmirësisht ende kemi rrethet e familjes të konsoliduar në kuptimin që mundesh me shku edhe me fol edhe kanë kohë njerëz me dëgju se mundesh mi gjetë dikon që ka kohë, ose të shoqënisë, por që në cilin do rast me kërkundim. Edhe nuk është keq me thonë që një ditë je keq, nuk ka asgjë të keqe me u ballafaqu me qatë ditë ku s'ndihesh mirë, ku e kërkon pak hapësinën tënde, edhe ku beson që nesër ka me kalu ose mas disa dite, nëse është një cikël pak më i gjatë, se kur s'mundem i ditë sa ose qysh ndihen. Prandaj vetëm me ta kuptojnë që nuk janë vetëm. Thjesht gjithmonë ka me qenë dikush që mundet m'ju jap ndihmë. Nuk është fundi i botës ose nuk ka me qenë kiameti nëse ata ose ajo ose ai flet për çato çka të mundon. E kundërta, veç kanë me besu e kanë mundi ma mirë. Shpesh e kom provu për shembull në ndonjë element ose ndonjë ditë ku një diçka e thjesht ngarkon, në momentin kur e flet me dikon, e ndi një fash lirimit me një hershëm. Domethënë e qet, flet për ato, e merr një mendim tjetër edhe ndoshta e sheh pikandit tjetër që nuk qenë kaq as dramatike ose tragjike qysh po duket. Prandaj inkurajoj me fol, inkurajoj me kërku ndihmë, edhe inkurajoj me besu në ditë më të mirë. Mesazh tepër i mirë, faleminderit shumë për gjithçka që ke thonë, që e ke tregu një pjesë tjetër të shpirtit tënd, se tek e fundit e thash edhe më herët, pra pa krejt asaj që e shohim, është një njeri edhe historia të cilit meriton mu dëgju. Faleminderit shumë, jemi shumë mirë njerëz që ke ardhur dhe besoj që ki prek shumë zemra sot me historinë tënde, edhe shpresoj që kjo ka me shërby si një farë udhërëfysi për njerëzit e tjerë që mos mi majt mrena, por mi qit jashtë, siç kjo i sensibilizon. Faleminderit shumë Lirim, unë të uroj ty shumë suksese, e po shpresoj që sado pak nëse veç një njeri kena prek në jetën e vet me ndiku pozitivisht, ja ka vlerë. Faleminderit. E për juve që jeni kënd të na kthyer deri tash, mesazhi jam i fundit është me u kujdes sa më shumë për njëri tjetrin, me u kujdes për veten, e kur shqetësimet e brengat mos me i majt mrena, sepse nëse nuk i qetni, ato kanë me gjetë një formë tjetër me dal jashtë. Tensioni kur nuk mahet mrena, gjithmonë ka me dal jashtë, ose si dhimbje, ose si vujtje, diqysh ka me dal. Faleminderit.